Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e botrave, për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në këtë fe ka që madhështore na ka udhëzu dhe me këtë fe na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë vullës profecisë, zotriut njerëzis, pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bojar dhe besnik, dhe gjithë atyre që vazhdojnë të ndjekin rrugën e këtij njeriu të madh deri në ditën për të cilën Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an që atë ditë njeriu nuk do t'i bëj dobi as malli dhe as evladi, përveç atij i cili kthehet tek Allahu subhanahu wa taala bi qalbin salim, pra me një zemër të pastër apo me një zemër të shëndosht. Vëllezër dhe motra të nderuame, po shkojmë drejt një muaji të begat, po shkojmë drejt muajit të mirësive, drejt muajit të begative, drejt muajit për të fitu lumturinë e përjetshme. Po shkojmë drejt muajit të Ramazanit, ky muaj që është si një ftesë nga ana e Allahut subhanahu wa taala për ta zgjuar shpirtin ton nga plagështia dhe për t'i fresku zemrat tona dhe për t'i kthjell zemrat tona nga hutia. Vëllezër të nderuam, po shkojmë drejt një muaji ku nxitena për të vrapu drejt veprave të mira. Ky muaj nuk është thjesht vetëm muaji i agjërimit, mirë po është muaj gare për ta arrit mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Është një mundësi për të vrapu me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe është muaj si një stinë për njeriu për të mbjellë farën e veprave të mira, këto vepra që do ta shoqërojnë pra njeriu në jetën e kësaj bote, mirë po do ta shoqërojnë njeriu edhe në jetën tjetër, pra në botën tjetër, në ahiret. Sot do të flasim për garimin në vepra, garimin në punë, garimin në porosit e Allahut subhanahu wa taala, e që ky garim për punë të mira dhe vepra të mira dhe porosit e Allahut subhanahu wa taala është një rrugë pra e njerëzve të devotshëm dhe rrugë e njerëzve të mençur. Është zbatim i ajetit kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Fastabiqul khairat." Nxitoni, thot, tu paraprini në punë të mira. Pra jini prej të parëve që janë shemuj që të nxisin tjerë për të vënë vepra të mira. Ose një ajet tjetër ku thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Thot Allahu subhanahu wa taala, dhe shpejtoni për faljen e Allahut subhanahu wa taala. Shpejtoni për xhenetin, madhësia e të cilit është sa madhësia e qiellit dhe tokës. Dhe për atë që Allahu subhanahu wa taala e ka përgatit për të devotshmit. Një gjë duhet ta kemi parasysh se Allahu në shumë ajete kuranor na urdhënon për të punu vepra të mira. Mirë po, urdhërimi pra forma se si urdhëron Allahu subhanahu wa taala varet nga rëndësia apo nga urgjenca e çështjes në të cilën Allahu subhanahu wa taala flet.
Pra, në një ajet kuranor, për shembull Allahu subhanahu wa taala thot kad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin. Pra, thot Allahu subhanahu wa taala, ecni nëpër tokë dhe shikoni dënimin e atyre që kanë mohuar Allahun subhanahu wa taala. Thot ecni nëpër tokë. Në një ajet tjetër, pra në këtë që e cek me më herët, Allahu subhanahu wa taala thot fastabiqul khairat. Nxitoni për të punu punë të mira. Ndërsa në ajetin tjetër ku Allahu subhanahu wa taala flet për kërkimfaljen tek Allahu dhe për xhenetin, madhësia të cilit është sa qielli dhe toka, nuk thot Allahu subhanahu wa taala as siç thot tek ajeti i parë, pra ecni, as siç thot tek ajeti i dytë ku than nxitoni, mirë po, tek ky ajet ku bëhet fjalë për faljen e Allahut subhanahu wa taala dhe bëhet fjalë për me arrit xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala thot wasari'u, shpejtoni për ta fituar xhenetin dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon, vëllezër dhe motra të nderuame, që falja e Allahut subhanahu wa taala dhe fitimi i xhenetit nuk janë diçka që duhet të lënë për më vonë. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vulos këtë duke thënë, shfrytëzoni thot 5 gjëra para 5 tjerave. Pra shfrytëzoni thot rinin para pleqërisë. Shfrytëzoje atë fuqinë tënde që ke para se aja fuqi që ke tikën nga dora dhe arrin pleqënin. Shfrytëzoje thot pejgamberi alayhis salam sëmundja, shëndetin para se të vijë sëmundja. Shfrytëzoje rinin para pleqërisë, shfrytëzoje thot pasurin para varfërisë dhe shfrytëzoje jetën para vdekjes. Pra, çdo mundësi që vjen tek njeriu duhet për ta shfrytzuar dhe për të bë punë të mira. Sepse 3 faktorë, pra koha, fuqia e njeriut dhe jeta, janë 3 faktorë që njeriu sot i ka dhe nesër mund të mos i ketë. Nuk garanton kërkush për ta, prandaj vëllezër dhe motra të nderuame, në këtë çështje, në çështjet e Allahut subhanahu wa taala, në çështjet e fesë, nuk ka nesër, nuk ka jam i ri kur të plakem, nuk ka jam beqar kur të martohem, nuk ka është heret du pak ma vonë. Mirë po, ka vetëm në këtë sekund, në këtë moment, kam me fillu me i ba një punë cilën e ke vendosë dhe kam me shpejtu me i ba të punë. Pse? Sepse e djeshmja ka kalu dhe nuk është më ndorën tënde. E soçmja është ajo që e ke në dorën tënde, këtë minutë, këtë sekund, është ajo që e posedon ti dhe që duhet me shfrytëzu, dhe se e nesërmja kërkush nuk të ka garantu për te. Andaj, vëllezër dhe motra të nderuame, për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse ndodh që ora të filloj, pra nëse ndodh që të filloj kiameti, dhe tek ti thot gjendet një fidan në dorë, mbjellat. Shfrytëzoje atë mundësi që e ke dhe mbjellat. Shpejto vëlla ose motër, punoje atë punë të mirë që Allahu subhanahu wa taala ta ka mundsu në atë çast apo në atë moment, sepse në të ardhmen Allahu subhanahu wa taala mundet që mos me ta dhanë mundësinë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh i këshillonte dhe i inkurajonte shokët e vet për të punu vepra të mira. Me një rast i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet, shpejtoni për të punu vepra të mira, sepse do të vi koha ku do të jetë si errësira e natës së errët. Pra dhe në atë kohë thot, kur do të vi aja kohë, pejgamberi alayhis salam, vëllezër dhe motra të nderuame, kur i ka këshillu kohët e vet, jo ka qenë para 1400 viteve. Dhe kërkush nuk mund të na garantoj se aja kohë për të cilën ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është jo kohë që jemi duke e përjetuar ne tani. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve, shpejtoni, nxitoni për të punu punë dhe vepra të mira para se të vijë një kohë që është si errësira e natës. Dhe në atë kohë thot njeriu yusbihu ar-rajulu mu'minan
wa yumsi kafiran. Pra do të zgjohet thot njeriu në mëngjes si musliman dhe kur do të vi mramja do të bjerë me fjet pra si muhues si qafir apo si jo musliman. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të ndodh e kundërta, do të bi pra mramje si musliman dhe kur do të zgjohet natja në mëngjes do të zgjohet si jo musliman apo si mohues. Dhe në këtë kohë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu thot yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya. Njeriu thot do ta shes fenë e tij për një pjesë nga kjo dërnjo, për një copë nga kjo dërnjo. Do ta shes thot më të vlefshmen e tij për një gjatë pa vlefshme. Do thot pejgamberi alayhis salam me këtë vëllezër dhe motra të nderuame, na nxiton që të shpejtojmë në kryerjen e veprave dhe punëve të mira para se të vi pra kja kohë. E nëse ka ardhur kja kohë që ne ndodhemi tash, mund të vinë në të ardhmen një kohë që është edhe më e vështirë se kja. Pra na inkurajon pejgamberi alayhis salam që të shpejtojmë dhe të nxitojmë për të punuar punë dhe vepra të mira para se do të vijë ajo kohë, sepse ajo kohë do të sjellë me vete angazhimet dhe preokupimet e veta që me to neve do të na largoj nga punët dhe nga veprat e mira. Sahabet e kanë kuptu mas miri këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajetet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tregon për ta ilustruar gjithë këtë që folme, për ta ilustruar me një shembull, Omeri radiallahu anhu, pra Omer ibn al-Khattab, tregon pra që një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar që me jap sadaka. Dhe Omeri thot, umburra ditë thot, isha krenar me veten time, sepse ishte hera vetme që mendojsha se ka me ja kalu Ebu Bekrit radiallahu anhu në bamirësi. Sepse e kishte gjysën e pasunisë që ka posedonte me vete. Dhe kur shkoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me ja ofru pra këtë sadaka pasunin e tij, gjysën e pasunisë që e kishte me vete, i thot pejgamberi alayhis salam, o Omer, i thot, çfarë ke lënë në shtëpinë tënde? Çfarë i ke lënë familjes tënde? Dhe i thot Omeri radiallahu anhu, po aq sa kam këto. Da me thonë gjysën e kam pru për mi dhuru në rrugt Allahut subhanahu wa taala, gjysën tjetër ja kam lënë familjes. Dhe Omeri ishte krenar me veten e tij sepse mendonte që ka me ja kalu Ebu Bekrit radiallahu anhu. Dhe kur vjen Ebu Bekri radiallahu anhu tek pejgamberi alayhis salam me dhuru sadakan e tij, e pyetën pejgamberi alayhis salam, i thotë, o Abu Bekr, çfarë i ke lënë ti familjes tënde? Dhe Abu Bekri radiallahu anhu i përgjigjet që unë familjes teme i kam lënë Allahun subhanahu wa taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjithë pasurin e ka dhënë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Farse arritje e kulmit të ëmbëlsisë imanit është kjo. Dhe Omeri radiallahu anhu thot, nëse kam shpresu dhe njerë që kam me ja kalu Ebu Bekrit, ka qenë një kjo kohë, aty e kam kuptu se s'ka me mujtë kur me ja kalu Ebu Bekrit në bamirësi. Për atë vëllezër të nderuam dhe motra të nderuame, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wattaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhu wa radwan. Pra dhe ato që kanë nxitu për me punu veprat mira prej të parëve, qofshin ato muhajir apo qofshin ansar, dhe ato që i ndjekin ato pra në veprat mira, dhe ato që e pasojnë rrugën e tyre për të garuar me njëri tjetrin në veprat mira, dhe që janë të kënaqur me Allahun subhanahu wa taala, dhe Allahu është i kënaqur me ta, këto vëllezër të nderuam, thot Allahu subhanahu wa taala që për këto njerëz Allahu ka përgatitur dhe këto njerëz i presin xhenet, xhennatin tajri min tahtiha al-anhar, xhennetet në të cilat rrjedhin lumej. Xhennetet në të cilat nuk i ka paramendu mendja njeriut, nuk i ka pas syni, nuk i ka ndëgju veshje dhe as nuk i ka fol goja. Xhennetet në të cilat rrjedhin lumej, do t'jenë në ato përgjithmonë, nuk do të dalin kurrë nga ato xhennete. Dhe kjo thot Allahu subhanahu wa taala, dhalika al-fawzul kabir. Me të vërtetë që kjo është fitoria e madhe. Kjo është ajo që e synon besimtari gjatë gjithë jetës së tij. Allahu na mëson se cilët nga ne që kemi arrit këtë.
Mirpo e kundërta e kësaj është garimi që e bëm shumica nga ne, garimi për punë të kësaj dërnjaje. Kur shohim që njeri ka gadit një shtëpi, na dona me gadit një vill, dikush ka gadit një vill, ne dona me gadit hotel, dikush ka ble një kerr, na dona me ble një kerr edhe më të mirë. Pra vetëm garom me njëri tjetrin në çështjet e kësaj dërnjaje. E kjo vëllezër të nderuar është e kundërta dhe motra të nderuar është e kundërta asaj çfarë thot Allahu subhanahu wa taala. Me këtë njeriu nuk arrin kur gjë tjetër përveç se humbje. Mirpo me atë parën për ngarimin në vepra të mira. Njeriu jo vetëm që ka mi arrit këtë botë, mirpo ka mi arrit edhe botën tjetër pra ahiretin. Njerëzit duhen me garu me njëri tjetrin në vepra dhe në punë të mira, qofshin ato edhe të vogla. Duhet njerëz të mundu me punu vepra dhe punë të mira, sepse shpesh ato punë që na duken të vocra tek ne, apo ato vepra të mira që neve na duken të vogla dhe të papërfillshme, tek Allahu subhanahu wa taala mund të jenë shumë të rënda në peshore, dhe ato vepra që neve nuk na merr mendja mund të bëhen shpëtim për ne në ditën e gjykimit. Pra mund të bëhen shpëtim për ne në ahiret. Vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhis salam thot që këtë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një gjë që ne shpesh e bëm pra në xhami. Unë shpesh si imam e shoh që njerëzit nuk e kanë kuptuar së bashku me mua, nuk e kemi kuptuar pra rëndësinë dhe shpërblimin e kësaj. Për thirrjen e ezanit apo falje në safin e parë. Një punë që neve ndoshta na duket shumë e lehtë, mirë po shikoni se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse thot, do ta dinin njerëzit se çfarë shpërblimi ka thirrja e ezanit dhe falja e namazit në saf të parë, dhe si mos të kishin mundësi tjetër, thot, përveç se mi fitu këto dy vepra, këto dy shpërblimet të këtyre dy veprave, përpos garimit, pra nuk munden mi fitu tjetër përveç se me garim, njerëzit thot do të garonin me njëri tjetër. Pastaj vëllezër të nderuar, veprat në të cilat mundet mi bë, veprat e mira të cilat mundet mi bë njeriu, nuk është vetëm garimi në namaz, në agjerim, në Ramazan, në zakat, në sadaka, në bamirësi, mirë po garimi vëllezër të nderuar apo punimi i veprave të mira është edhe në vepra të vogla, qoftë ajo një fjalë e mirë apo një sjellje me edukat dhe me moral siç na mëson neve Islami, apo qoftë ajo edhe një buzëqeshje që me atë buzëqeshje ti ja gëzon zemrën dikujt dhe është sadaka për ty, aja tek Allahu subhanahu wa taala është shumë e rëndë bashore. Mirë po tek ti është shumë një vepër e vogël dhe këtë nuk ta ofron asnjë fe tjetër përveç se fesë tonë Islam. Për ta përmbyll këtë çka folme deri me tani, do ta ilustroj gjithë këtë me një shembull të një sahabiu. Të një sahabiu i quajtur me emrin Abu Dahda radiallahu anhu. Ky ishte vëllezër dhe motra të nderuar një sahabi që ka jetu në Medinë. Ishte një ndër sahabit më të pasur të Medinës, i cili posedonte një baçe të palmave të hurmës me 600 rrënjë të palmës së hurmës. Dhe ishte një ndër njerëzit më të pasur në Medinë. Dhe një ditë vendosi që me shku në vizitë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në atë kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kishte zbrit ajeti 245 i surës Al-Baqara, ku Allahu subhanahu wa taala thot: kush është ai që i ahuazon Allahu subhanahu wa taala një të mirë që Allahu më ja shumë fishuat. Dhe ky sahabi kur e ndëgjon këtë ajet ndalet pra në një sekond. Ndalet dhe pas pak i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: a dëshiron, i thot Allahu subhanahu wa taala, nga ne me ja huazu një të mirë tonin që ai me na shpërbly shumë fishat? Dhe pejgamberi alayhis salam i thot po. Dhe ky zgjat dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: kjo baçja me hurma që posedojun me 600 rrënjë të palmës së hurmës. Pra dikush vëllezër dhe motra të nderuar që ka qenë në Medinë e din se siç duken pak a shumë këto palma. Dërsa dikush që nuk ka qenë, Allah ja mundsof me shku me pa, pra 600 rrënjë të palmës së hurmës, çfarë se madhësi është ajo, çfarë se freskia t'japin ato palma. Dhe ky kur e ndëgjon këtë ajet,
ja shtrin dorën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot baçja ime është hua e dhën Allahut subhanahu wa taala. Është vakëf për hir të Allahut subhanahu wa taala. Parmendoni vëllezër të nderuam se çfarë se shijim i imanit është kjo. Allahu na mundsoftë edhe neve mi arrit këtë gradë. Dhe pastaj kur e kryen këtë proces me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, niset drejt baçes, kalon pra drejt baçes ti dhe e shef se në baçe gjendet gruaja ti me fëmin. Dhe i thot gruas së tij, o Ummu Dahda. Pra Dahda ja kishte evladi emrin dhe i thot o nëna e Dahdës. Ajo i thot përgjigjem o burrja. Dhe kur afrohet, i thot dilni prej asaj baçe, se ajo baçe ma nuk është e jona, mirë po është dhënë bamirësi në rrugën e Allahut, i është dhënë vakëf Allahut subhanahu wa taala që Allah më na shumë feshuat. Dhe gruaja me njëherë pa i thanë burrit çka ke bëu burri on, na ke tret pasunin që kena posedu, pa ja zjerr syt burrit, del me njëherë nga ajo baçe, madje edhe atë hurmën që e kishte në ato momente djali i saj, duke ngrënë, i ban mi zjerr prej goje sepse ajo ma nuk ishte pronë e tynja, mirë po ishte pronë e dhënë Allahut subhanahu wa taala. Kështu vëllezër dhe motra të nderuame, ishte sakrificat që bëjshin sahabët radiallahu anhu. Sepse doshta këtë sakrificë mi dhonë, jo si shembull që ne mu dëshpru, ka shi sakrificës që bëmë në mirë, po si shembull që ne mu inkuraju, që edhe ne mu kalu me njëri tjetrin në çështpush dhe vepra mira, që janë jo për këtë dërnja, mirë po janë për këtë dërnja dhe për ahiret. Janë punë që me fitu pra kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Në fund të fundit ne i dëgjojmë shumë sakrificat e sahabeve, se çka kanë vepruar ata për me fitu kënaqësinë Allahut. Ti krahasojmë pak vëllezër dhe motra të nderuame me sakrificat që bëmë ne për rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse fundi i fundit si ato dhe ne njëjtin xhenet e kërkojmë. Andaj të mundohemi ta japim maksimumin ton, ta shfrytëzojmë këtë muaj begat të mëshirës, këtë muaj begat të rahmetit, këtë muaj ku Allahu subhanahu wa taala zbret mëshirën mbi robërit e tij, ta shfrytëzojmë me kërku falje tek Allahu subhanahu wa taala, ta shfrytëzojmë për mu kalu me njëri tjetrin në adhurime, mu kalu me njëri tjetrin në bamirësi. Të shikojmë në cilën derë dona me trokit të mirësive, sepse ato mirësi që do t'i bëjmë kena mi gjetë tek Allahu subhanahu wa taala shumë fish. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na mundsoj në këtë muaj me shfrytëzu sa më shumë dhe të na mundsoj që në fund të muajit me dalë të pastër prej mëkateve, me dalë të kfillun nga hutia dhe me dalë të freskumun si zemërsisht po ashtu edhe shpirtërisht. E lusim Allahun subhanahu wa taala që na i fal mëkatet dhe të na mbuloj tmetat tona. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të vdekmit ton që janë bë sebeb që mi përcjell Islamin deri tek ne, Allahu subhanahu wa taala t'i mëshiroj. Neve të gjallëve lusim Allahun subhanahu wa taala që të na udhëzoj në rrugën e drejtë. E lusim Allahun që gjithë smurt Allahu subhanahu wa taala t'i shëroj me shërim të plot. E lusim Allahun subhanahu wa taala që muslimanët kudo që gjenden anë mban botës, Allahu subhanahu wa taala t'i ndihmoj. Dhe armikun apo zullumçarin Allahu subhanahu wa taala ta poshtroj në mënyrën që dinaj mas miri. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj me dal pastër prej këtij muaji prej mëkateve, dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që na bashkoj, siç na ka bashkuar këtë dërnjat, na bashkojnë Jannatul Firdaus me shahida, me pejgamber dhe me njerëz të mirë. Amin wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.